Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të Moody's Rating ka konfirmuar vlerësimin afatgjatë të Shqipërisë në nivelin BA3, duke vlerësuar perspektivën si të qëndrueshme. Sipas raportit, ekonomia shqiptare pritet të regjistrojë një rritje reale të prodhimit të brendshëm bruto prej 3.6% për vitin 2025 dhe 3.5% për vitin 2026. Rritja ekonomike pritet të mbështetet kryesisht nga performanca e sektorit të turizmit dhe fluksi i qëndrueshëm i investimeve të huaja direkte, veçanërisht në energji dhe turizëm. Moody's nënvizon se gjatë vitit 2025 deficiti arriti në 1.8% të prodhimit të brendshëm bruto, duke shënuar një rritje prej 0.7% krahasuar me vitin 2024. Agjencia parashikon gjithashtu që raporti i borxhit ndaj prodhimit të brendshëm bruto të ulet me rreth 51% deri në vitin 2027 nga 52.6% që është vlerësuar për vitin 2025, i nxitur nga rritja ekonomike e fortë dhe një bilanc primar fiskal i balancuar ose paksa e pozitiv. Raporti gjithashtu thekson rëndësinë e vazhdimit të reformave që lidhen me procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, edhe pse me një ritëm gradual. Sipas Moody's, riskjet që lidhen me likuiditetin e qeverisë dhe të sektorit bankar pritet të mbeten të kontrolluara, duke ofruar një bazë të qëndrueshme për stabilitetin ekonomik të vendit në periudhën afatmesme.